Instruktori i Portokallis, Agushi, nëse ju kujtohet, edhe pse u bë kohë gjatë që nuk vjen në skenën tonë, ai përsëri e vazhdon me sukses të plot biznesin e tij të autoshkollës. Madje ka edhe një nam shumë të mirë në treg, sepse maksimumi që ai mund bënte ishte që dikur t'i mësonte makinën tushes, dhe për këtë gjë ja doli mban më së miri. E tashmë sonte ai vjen këtu jo më me një, po me 2 kursante bashkë. E zbulojnë se cilat janë ato. I presim. Pa nuk o ja ku ishin frenat me. Pastaj dumdume e vetë si ishte makinë zifte. Pa dhe ti 2 orë për dalë nga makina. Po mimi nuk për gjerë, se së dilja se i kisha të rripin e sigurimit. Nuk për... kjo sa i buri? Gjaxhi Agusti. Jo, po Gjaxhi Vjetori, homi goc. Si e Gjaxhi Agusti? Mirë, qere ke botin e gjo. Mirë, faleminderit. Mirë, ti si ke qenë. Po, ku erdi prap kjo budallaqja drejqit. Si jemi goc? Mirë. A je mirë? Mirë. Shumë mirë. Po, atë makinën që ke paske, atë ke akoma atë të hapen, në? Atë të hapen nga lartë, se s'kam kula kamba, dhe diti. Qere di unë me budallaqja, qere thot kjo me, një gjo. O goce, po mirë, makina mirë, si të kam thonë, kur hecë të për qytet, mos ja fut asjerë të pestin. Jo, Gjaxhi Agusti, jo. 4 kam numër e gjepetave unë, e diti. Dukesh mi goc, dukesh. O goce, këshu ke dalë, këshu ke qarkullusat gjithë ditën e? Pa mimi, nuk keni qik ftote? Ja mua më ngrin gjako. Mirë, shumë mirë mi goc, shumë mirë. Po o goce, po mirë me atë makinën, aja shkel një qik në autostrada, po jo? Kjo e? Kjo është e të mërshme në fakt. Mos më thuj. Ne, kur dalim në autostrad, kjo ndalon makinën në fakt, hipën sipër dhe fillon dhe shkel në fakt. Mos më thuj. O gjykata faktit. Ta shi qere halli keni ju se s'po ju morë vesh fare unë. Gjaxhi Agusti, unë kam thellë të shoqen time këto, sepse kjo nuk e beson që ti e burë shumë i mirë për të bërë këtë punë. Që e bën shumë mirë të punë dhe që më mirë se ty nuk e bën njeri tjetër këtë punë. E diti. Do me thonë kështu që ka puna. Pa me. Pa mi goce, ti më kupto ti muti kur të flesun të apo jo? Pa me. Shumë mirë mi goce. Kur rime shpiti? Te ka jo me rruga me pengesa me. Rruga me pengesa, thot katonarja drejqit, rruga me pengesa. Osh rruga barikadave mi goce, o ti goce. Pa me. Po ti mi goce, kur rriti me shpi? Unë rrita e rumbullakja mi. Ke rumbullakja, thot budallaqja drejqit. Po zoguzimi, zoguzi. Në shau. Po unë e bjonde naturale. Pa me. Dhe më të qo, mua më kanë marrë patentën, sepse ndimova një Gjaxhi që të kalon të rrugën. Ama së më thoj. Po. Ta shi qere halli keni pra se pa ma iqti trunin, pa ma iqti. Po na kanë marrë patentën pra. Pa mi me mos bërtisti pra, më thoni qere halli keni, Kjo, me atë gjajëm, atë hallin atë gjajën. Po, si është puna? Po, tani, unë po kaloja aty të lagja. Po? Me makinë dhe ishte ky komshiu im tek një tabel gurkali. Po? Që më shkon atë çantën e plazhit. Po që vjen bashkë me. Po, e murë vesh, ka qenë ajo tabela që tregon që është tabel me kalimtar, që tregon që ky gjaja, ky komshiu jot, ka pas përparsi. Jo! Si ja? Nuk kishte përparse. Qa përparse thot kjo mi? Po me. O ti goce, përparsi me përparsi që ka lo kalimtari, E në pastaj? Edhe se mu du ky gjaja mua. Si të do? Sigur nuk ishte mirë kështu. Më së më thoj. Edhe në tëra kokon nga gjami dhe pyta, o Gjaxhi, si je mirë? Edhe ky thot, të ke qenë Gjaxhi, unë jam bërë për të fërkuar, po sikur të më fërkoje ti, sa mirë do ishte. Edhe unë i futa të tretë dhe e fërkova. E fërkove? Që thuti me goce? Po. Po, babo që më gjeti më ku më Po, blodhe dhe pastaj filloj të thoshtë, o budallaqja Gjaxhit, po më thive kockat, budallaj e ti, thash, se më shtërmrove shemsien. Po që shemsie thuti mi, o kadrije? Qërë kjo shemsie më? I thosh shasie, jo shemsie. Po mirë, nuk e dim tani, bëj mirë e gjej keq. O ti goce, nuk e një morë vesh më duket. E ka pas fjallën me fërku, më kupton, dil tekti mi goce, O ti goce. Mira këto. Kështu do qarkullosh gjithë ditën tje? Pa me. Pa mimi nuk e ftot fare. Po jam me më ngrin gjako. E ku mu blodhe një tofe budalej mu këtu. Kisha një bjonde mu bom dy. O ti goce, nuk e një morë vesh. A i gjaja ka pas fjallën me e shtyp, do me thënë me e shtyp. Jo, me e shtyp me maqin. Po me e fërku, a kuptoti që do me thënë me të fërku? Qa ka kjo më? Ikande. Qa ka kjo goca më? Ti të më fërkosh mua ku të më fërkojnë. Mera të ti, Gjaxhi Agusti, më fërko mua, më miru papuna. Qartë? Stop
kjo. O ti goce se nuk u morën vesh. E mduket se pas keni pi mduket. Ajo çere ke pi mi, goc, çere ke pi. Ma kjata me që më shtot pjo. Po jo mi goc. O ti goce. Po e pi me ujë pa gaz, më sille një ujë pa gaz, po jo nga i rubinetit, nga i me shishe. E çere më gjeti mu me këto budallaqe këtu. O goce. Po idhi dhe akull brënda, se është vat tani. O ti goce. Dhe një te limoni. O ku mu mblodhen mu i tufe budallaj po ma heqin trunim duket po ma heqin. O ti goce. Të lutem të ma bësh dhe një mua. Me portokale, me portokale. O ti goc. Ti kuptoj ti mund të kur flasu ty apo jo? Po me... Kur rri me shpiti? Ta jo të thash, me pengesa. Te pengesa, shumë bukur. Një gjatë ashti. Jam të thonë që kur vjen me maqinë, kur kalon me maqinë rrugës, nuk pijet, nuk duhet me pi asnjëherë kur jam timon. A kupto? Pa, nuk pion. A shumë mirë pra? Jo, më ke thënë nuk pion asnjëherë. Shumë. Se më derdhet lëngu qeshis në regjipeta, më bëhet bluza me njallë. Po mi goce, dukesh me goce, dukesh, kështu do qarkollosh gjithë ditën ti, e? O ti goce, o ti goce. E qërë më gjeti mu ku mu blodhe mu këtu, një gjotë ashtë, një gjotë këtu. Jena të folë si ti shmangim aksidentet më rrugë. Po kjo është e thjesht fare sa budalla që je. Që të shmangim aksidentet në rrugë, duhet të ecim në trotuar. Qërë thumi budallaqe? Po në tretuar nuk e të maqina, mi në tretuaret si kalimtarët, ata që kam përparse, se që thoni ju, më kupto mi goce, a i kom shiju, a i gjaja jot, a i hecë më trotuar, se ka pasen ate tabelën për kalim, për kalimtar, o ti goce, ma hoqën trunin, e kuptoni ju për qëre duen ato tabelat që vejnë ati ke rruga? Po, për të plotësuar vëndet ku nuk ka pemë. O, ma hoqën trunin, mu këto, mu blodhën i të Po mi e ti, Po jam ja, po kur ka edhe peme dhe tabel bashk. duhet të pjesh pemën se prish tabelën. Po ja, më prishet makina nga para mua, të vritet. Pse mi si është më mirë, të vritesh ti apo të vritet makina? Vritet gjaja, pse të vrita mund? Se mi të vritet gjaja. Po ja, mi të pysim Gjaxhi Agushtin. Po Gjaxhi Agushti. Iku. Të dyjave na iku turiza